Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prisëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 2 shpatat, asi i kupave, 4 monedat, mbretëresha e shpatave. Atëherë, në gjendjen tuaj personale, java fillon me një ndjenjë pezullimi ose hezitimi. 2 shpatat shpesh tregon një moment kur ju jeni përpara një situate që kërkon vendim, por një pjesë e juaja nuk është ende gati ta shohë të vërtetën plotësisht. Pra mund të jetë një zgjedhje emocionale, një marrëdhënie ose një situatë ku ju përpiqeni të ruani balancën duke mos u përfshirë shumë emocionalisht. Megjithatë, Zoti nuk ju lë të qëndroni gjatë në këtë gjendje pezullimi, sepse menjëherë pasaj shfaqet asi i kupave dhe kjo është një nga kartat më të bukura të tarotit dhe simbolizon hapjen e zemrës dhe një fillim të ri emocional. Pra kjo mund të jetë një ndjenjë e re që lind brenda jush, një moment kur ndiheni më të lidhur me shpirtin tuaj ose një situatë që ju kujton se zemra juaj është ende e aftë të ndjejë sërish. Por menjëherë pas kësaj kemi 4 monedat që tregon një instinkt për të mbrojtur, pra ju ndjeni diçka të bukur emocionalisht, por një pjesë e juaja dëshiron ta mbajë këtë ndjenjë për brenda, të mos e ekspozoj shumë. Kjo kartë shpesh flet për ruajtjen e kontrollit emocional, ndonjëherë nga frika e zhgënjimit. Në fund të këtij procesi shfaqet mbretëresha e shpatave që është një figurë shumë e fuqishme që përfaqëson qartësinë psikologjike dhe pjekurinë emocionale. Kjo tregon se gjatë kësaj jave ju mund të arrini një pikë ku shihni gjithçka me shumë qartësi. Ju mund të kuptoni se cilat emocione janë të sinqerta dhe cilat situata nuk meritojnë më energjinë tuaj. Kartat këshillojnë të mos e mohoni atë që ndjeni, por gjithashtu të mos e humbni qartësinë psikologjike. Kjo javë ju kërkon të kombinoni zemrën e hapur me mendjen e kthjellët. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 6 shpatat, 9 shpatat, 3 shkopinjt, 5 kupat. Në familje duket se ka një proces emocional që lidhet me lënien pas të një situate të vështirë. 6 shpatat shpesh simbolizon një kalim nga një periudhë e tensionuar drejt një faze më të qetë. Mund të jetë një përpjekje për të zgjidhur një konflikt ose për të larguar mendimet negative nga një situatë familjare. Por 9 shpatat tregon se shqetësimet nuk janë zhdukur plotësisht. Mund të ketë një person në familje që ndihet i ngarkuar emocionalisht ose mund të jeni ju vetë, ose mund të jetë një situatë që ju shqetëson nga ana psikologjike edhe kur nuk flitet hapur për të. Kjo kartë shpesh lidhet me ankthin dhe mendimet që qarkullojnë gjatë netëve në mendjen tuaj. Por pas kësaj del 3 shkopinjt që është karta e perspektivës dhe e shikimit drejt së ardhmes. 3 shkopinjt gjithashtu flet edhe për pritjen. Kjo tregon se pavarësisht shqetësimeve, ekziston një dëshirë për të parë përpara dhe për të krijuar një situatë më të mirë. Megjithatë, 5 kupat në fund tregon se një ndjenjë zhgënjimi ose trishtimi mund të jetë ende e pranishme. Pra mund të jetë një situatë që nuk ka shkuar siç pritej, ose një moment të reflektimi mbi diçka që është humbur. Kartat këshillojnë të mos përqendroheni vetëm tek ajo që është humbur, sepse në tarot 5 kupat gjithmonë tregon se edhe pse disa kupa janë derdhur, disa të tjera ende qëndrojnë plot. Pra, shikoni edhe atë që ende funksionon në familje dhe përpiquni të ndërtoni mbi të. Siç e shikoni, janë ende 2 kupa në këmbë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi kalorësin e monedhave, 6 kupat, mbretëresha e monedhave, mbreti i shpatave. Në dashuri ka një energji shumë interesante sepse bashkon
bashkohet nostalgjia me stabilitetin dhe racionalitetin. Kalorësi i monedhave është një nga figurat më të qëndrueshme në tarot. Ai nuk është impulsiv dhe nuk vepron nga pasioni i momentit. Ai ndërton lidhjet ngadalë me përkushtim dhe seriozitet. Nëse jeni në një marrëdhënie, kjo mund të tregojë një fazë ku marrëdhënia kërkon stabilitet dhe përkushtim të vazhdueshëm. Nëse nuk jeni në marrëdhënie, kjo kartë mund të tregojë një person që afrohet në jetën tuaj me qëllime serioze. Më pas kemi 6 kupat, një kartë shumë e butë dhe emocionale. Kjo kartë shpesh lidhet me kujtimet e skaluarës dhe ndoshta me ndonjë person që rikthehet në mendjen tuaj ose në jetën tuaj. Ose mund të jetë një ndjenjë shumë e pastër dhe e sinqertë në dashuri. Mund të jetë një lidhje që ju bën të ndiheni të sigurt emocionalisht ose ju kujton një periudhë më të thjeshtë të jetës. Më pas shfaqet mbretëresha e monedhave që simbolizon stabilitet, kujdes dhe siguri. Kjo kartë tregon një energji shumë mbështetëse në marrëdhënie, dikë që kujdeset për partnerin dhe krijon një ambient emocional dhe praktik të qëndrueshëm. Në fund kemi mbretin e shpatave, një figurë që përfaqëson qartësinë psikologjike dhe komunikimin racional. Kjo mund të tregojë një person që është shumë i drejtë dhe i qartë në mënyrën se si mendon dhe si shprehet. Mbreti i shpatave përfaqëson shenjat e ajrit, që mund të jetë dikush në jetën tuaj ose ju të konvertuar në këtë lloj energjie apo modaliteti. Kombinimi i mbretëreshës së monedhave dhe mbretit të shpatave është shumë domethënës sepse ai shpesh tregon një marrëdhënie ku emocioni dhe racionaliteti duhet të gjejnë ekuilibër. Narrativa e dashurisë për ju më lë të nënkuptoj se një lidhje e qëndrueshme ose një person serioz mund të ketë rikthim, domethënë edhe të emocioneve të sinqerta, pra mund të ketë edhe dëshirë për stabilitet dhe siguri dhe në fund mund të ketë edhe një vendim të qartë për drejtimin e marrëdhënies, që mund të përfaqësohet e gjitha kjo nga ky person që është i qëndrueshëm dhe serioz, pra kalorësi i monedhave. Këshilla e kartave është që të mos e analizoni çdo ndjenjë deri në pikën që dashuria të humbas atë, si të themi, lezetin, por gjithashtu mos e lini zemrën të udhëheq pa menduar, sepse kjo javë kërkon të krijoni një balancë mes ndjenjës dhe logjikës. Kalojmë tek puna. Në punë kemi rrota e fatit, heremiti, drejtësia dhe faqa e monedhave. Në punë, kjo duket një periudhë ndryshimi dhe reflektimi. Rrota e fatit tregon se disa gjëra mund të ndryshojnë në mënyrë të papritur. Mund të shfaqet një mundësi e re ose një situatë që ndryshon drejtimin e punës, por menjëherë pasaj shfaqet heremiti që është karta e introspeksionit dhe kërkimit të mençurisë, kërkimit të përgjigjeve. Ju mund të ndjeni nevojën të tërhiqeni pak dhe të mendoni seriozisht për rrugën tuaj profesionale. Drejtësia tregon një moment ku duhet të merrni një vendim të balancuar dhe të drejtë, mund të lidhet me një marrëveshje ose me një dokument ose me ndonjë situatë që kërkon përgjegjësi dhe qartësi. Në fund kemi faqen e monedhave që simbolizon një fillim të ri praktik, që mund të jetë një projekt i ri ose një mundësi studimi ose një ide që mund të rritet shumë në të ardhmen sepse është stabil. Kartat këshillojnë të mos nxitoheni, reflektoni mirë dhe merrni vendime të drejta dhe të mirë menduara. Një mundësi e re mund të duket e vogël në fillim, por mund të ketë potencial shumë të madh për më vonë. Kalojmë në prizëm orakel ku kemi izolimin. Kjo kartë përforcon temën kryesore të gjithë leximit, pra gjatë kësaj jave mund të ndjeni nevojën për distancë nga zhurma dhe nga pritshmëritë e të tjerëve, sepse ndonjëherë izolimi është mënyra që shpirti përdor për të gjetur qartësi.
Dhe këshilla e gjithë interpretimit është që të lejoni veten të gjej kohë për reflektim. Në qetësi mund të dëgjoni më qartë intuitën tuaj dhe të kuptoni drejtimin e vërtet që ju dëshironi të merrni. Paçim.